Surikati në krye të detyrës kontrollon territorin e tij. Ky është parku i elefantëve së Afrikës së Jugut. Dhe surikatët ndajnë shumë fëqinj të vegjël dhe të mëdhenj. Kërcillat e bardhë duke fluturuar poshtë nga veriu janë vizitor të rregullt të këtij strehimi paqësor me sa duket. Por telashet po shtohen për grupin e surikatëve. Kjo është një botë shumë kompetitive dhe shumë e rrezikshme. Ka të paftuar. Grupi Ado qëndron nga gatishmëri, teksa rivalet e tyre marshojnë drejt tyre. Tani ata janë në territorin e grupit Ado, të paftuarit janë pakës të pasigurt me veten e tyre. Ky është momenti që grupi Ado po priste, ata sulen. Guximi i fqinjve thyhet dhe grupi i vën në presion në avantazhin e tyre. Disa nga të paftuarit janë në kurth dhe nuk pati mëshirë për ta. Pjesa tjetër ja mbathin të tërë. Grupi Ado e ka fituar këtë raund. Edhe pse pjesëtarët të grupit mund të duken identik, çdo individ ka rolin dhe statusin e tij ose të saj special. Mashkulli lider, Encozi, dallohet lehtë nga pulla e zezë që ka në kokë. Ai e përforcon statusin e tij duke e shpërndar aromën në tokë. Ai është gjithashtu një nga rojet më të përkushtuar të grupit dhe zakonisht është në krye të aktiviteteve sociale. Kjo është sykafja, femra dominuese. Statusi i saj e vë atë në prioritet për riprodhim. Të pasurit favore për sykafen është vetëm esenciale. Femrat të ranku të ulët në veçanti duhen të përulen para saj. Ajo është mbretëresha. Por, sunduesit e gjithë parkut janë elefantët. Turma është drejtuar drejt strehës së surikateve. Një hap i rënë në vendin e gabuar dhe mund të jetë vetëm shqetësuese. Pasi turbulenca kalon, Encozi është i pari të shfaqet. Elefantët janë një bezdisje më shumë se sa një kërcënim për surikatët. Suksesi i grupit varet nga bashkëpunimi dhe sjellja jo egoiste. Për këta gangstera, fuqia është vetëm bashkimi. Një hierarki e fortë zakonisht siguron harmoni sociale, por një rregull është i pashmangshëm. Sykafja është shefja. Ndërkohë që ajo llastohet, ajo dallon një femër të ranku të ulët në gjuetinë e saj. Sulmi i saj i paprovokuar dhe i egër.
Realiteti i hidhur jetës në band, papritur vihet në dukje, teksa surikatet e tjerë i bashkohen sherrit gjithashtu. Nëse ndihmojnë sykafen tani, ata mund të shmangin që të mos bullizohen vetë në të ardhmen. Edhe pse jeta në band është e vështirë për disa, është shumë më mirë se kur je jashtë vetëm. Në veçanti në sezonin e thatë me erë, gjetja ushqimit është prioriteti i parë. Një koloni aktive me insekte është një vakt i mirë. Dhe akrepi është një ushqim special për encozin. Kërimbat dhe karkalecat janë vakt i veçantë dhe encozi ka për të pasur punë të lehtë me merimangën e diellit. Ndoshta zbulimi më me vlerë është gjetja e vezëve të breshkës. Tani secili surikat është për veten e tij. Banketi së shpejti kthehet në një betejë të papritur. Ndryshimi i sezonit parashikon një ndryshim për bandën Ado. Sykafja dhe motrat e saj kanë lindur. Një brez i ri surikatësh ka rritur numrin e grupit dhe ardhmja duket e ndritur sigurisht. Zhurma në grupin e ri është aq intensive sa që surikatet fillimisht dështojnë të dallojnë afrimin e një të huaj të fshehur dhe goxha kërcënues. Bandit, një mashkull nomad, ka mbërritur. Encozi vëzhgon kalimtarin e paftuar, një sfidë e dukshme për autoritetin e tij. Por banditi nuk është këtu për të mposhtur encozin. Sykafja është në shënjestrën e tij. Pasi ka lindur, ajo është gati për çiftëzim përsëri. Bandit lëviz fshehurazi drejt grupit. Por banda nuk do ta tolerojë atë të afrohet më shumë. Banditi futet në një vrim. Banda është e pamëshirshme. Banditi është një luftëtar sezonal. Ai jep më të mirën që ka. Pasi mbajtën qëndrimin e tyre, ata u kthyen në strehen e tyre për të lëpirë plagët që kanë. Ky mashkull i ri është plagosur për herë të parë, por në tokën e vështirë të bandave të Ados, nuk është e mundur që të jetë hera e tij e fundit. Encozi, si banditi, e di që sykafja është gati për çiftëzim, por mashkulli i fortë ose jo, gjithçka që ajo e lejon është një përqafim i butë. Çdo lëvizje e tij vëzhgohet nga banditi.
Disa nga të vegjëlit ngatrojnë çiftëzimin me lojën dhe u bashkohen. Por megjithatë, Encozi duron. Poshtë në stre, të vegjëlit e sykafes janë të pavëzhguar. Duke parë këtë, një femër e rangut të ulët afrohet me kureshtje. Sykafja nuk ka nevojë për shumë arsye për ta eliminuar atë. Si gjithmonë, e rrahura është e rëndë. Dhe përsëri, pjesëtarët e bandës i bashkohen sherrit shumë shpejt. Kur ajo nuk reziston më, grupi markon njëri tjetrin me aromë, ndërkohë që femra e mposhtur qëndron e turpëruar te këmbët e abuzuesit të saj pa interes. Harmonia rikthehet. Banda Ados qetësohet me një sygjum. Por sykafja ka gjëra të tjera në mendje përveç gjumit. Jashtë në të nxehtë, banditi e vëzhgon atë. Dhe kur grupi del për gjueti përsëri, ai afrohet drejt saj. Sykafja ndahet nga grupi dhe banditi e ndjek. Më në fund, i fshehur pas një shkurreje, ai e sheh mundësinë e tij. Por sykafja bën të vështirën. I pavetëdijshëm për këtë çiftëzim klandestinësh, Encozi vazhdon me përkushtim detyrën e tij duke ushqyer të rinjt e sykafes. Banditi i pandalshëm dhe vëzhgues afrohet me kujdes përsëri. Por përsëri ajo nuk e mirëpret atë. Ndërkohë Encozi, si gjithmonë, qëndron roje. Në fund, kokëforcia e banditit ia vlejti për diçka. Qëllimin e tij ai e ka arritur. Banditi tani ka për të lëvizur. Ai do të vizitojë grupe të tjera, femra të tjera, por sigurisht ai do të kthehet kur të dalë mundësia tjetër për t'u çiftzuar me një nga femrat e bandës Ado. Në këtë mënyrë, genet e reja do të shpërndahen në grupe dhe pa vetdije, ku Encozi, që është një shumë i afërt me sykafen, ka për të ndihmuar të rrisë të rinj që banditi ka atësuar. Femra e rankut të ulët, që me shumë mundësi s'ka lidhje me kafshët e tjera dominuese, provon përsëri të marrë aprovimin e grupit. Por ndërkohë që grupi pastron njëri tjetrin, pjesëtarët e rankut të ulët të grupit e refuzojnë atë. Të paktën këtë herë ajo i ka shpëtuar një të rrahurë. Në vëzhgim për predatore, Encozi dallon një kërcënim tjetër. Një stuhi po afrohet. Sykafja gjithashtu e dallon rrezikun dhe fillon t'i lëviz bebet në terren të lartë.
Teksa stuhia afrohet, Encozi qëndron në vendin e tij. Sykafja do të kthehet her pas here derisa të gjithë të rinjt janë jashtë rrezikut për të mbytur. Vetëm kur shiu i vërtet fillon, Encozi ikën në strehën e tunelit. Kur shiu ndalon, ai është i pari që shfaqet, i ftohtë dhe i lagur. Teksa nata bie, surikatet tërhiqen nën tokë. Të gjithë nga grupi Ado mblidhen së bashku në perëndimin e parë të diellit për të ngrohur paksa mbas një shiu të madh. Me shiun vjen një sasi e mirë ushqimi për surikatet. Kohët e mira janë kthyer. Tani femra nënshtruese ka mundësinë më të mirë të pranimit nga sykafja. Më në fund, ajo është pranuar në grup teksa sykafja përkulet për ta pastruar. Disa nga të tjerët janë në ankth. Ata kanë dalluar një kërcënim të mundshëm. Por nuk është një shqiponjë e rrezikshme, thjesht një zog sekretar i padëmshëm. Sezoni i shiut vazhdon, duke sjellur lehtësi mirëseardhës në tërë Adon. Territori i pluhrosur i surikateve është transformuar në një parajsë me ngjyra të ndryshme. Dhe bashk me lulet vinë dhe insektet. Një banket i madh për surikatet dhe zogjt që han insekte. Bebet po rriten gjithashtu, duke mësuar aftësi që duhen për mbijetesë këtu jashtë. Për të mbajtur ritmin e bandës, atyre u duhet të jenë kompetitiv dhe agresiv, në veçanti kur përfshihet ushqimi. Por jo të gjithë ushqimet janë të kapshëm. Veza e strucit është thjesht shumë e fortë për ta, për t'u krisur. Mund të mos jetë e ngrënshme, por kthehet në një lojë për të rinj kureshtar. Kudo për qark pranvera është në ajër, por gjithashtu është rreziku. Çakallët janë në të njëjtën rënditje me shqiponjat, si kërcënim serioz. Antarët e rritur të bandës mblidhen rreth pjesëtarëve më të vegjël.
Për aq kohë sa e mbajnë çakallin në vëzhgim, ata janë të sigurt. Por pasi ai zhduket, ata ja mbathin në anën e kundërt të zonës së tyre. Ka shumë që gangsterat e rinj duhet të mësojnë. Për shembull, një i rish ndonjëherë mund të duket si një tjetër surikat i ri, por është pak gjembaç për t'u përqafuar. Dhe breshkat nuk janë thjesht të konfuzuara në takimin e parë, por madje të frikshme gjithashtu. Kobrat gjithmonë duhen trajtuar me respekt. Megjithatë, kërcënimi vërtet vjen nga qielli. Encozi dallon shqiponjën marshall në kohën e duhur. Ai lajmëron menjëherë pjesën tjetër të grupit. Kjo nuk është koha e dur për heroizma, është secili për veten e tij, teksa ata turren për në tunelin e tyre. Duke injoruar kërcënimin e momentit në sipërfaqe, Encozi del nga tuneli i vetëm. Si mashkulli kryesor, ai duhet të patrullojë limitet e territorit të bandës. Aroma e tij u përhap në tokë në bimësi si aromë kimikatesh nga grafiti që përmban një aromë të qartë, që do të thotë ti qëndrosh vetëm larg. Por në këto misione, vetëm dhe i pambrojtur, ai duhet të jetë në veçanti kujdesshëm. Zogu i kurorzuar bën mirë t'i vëzhgojë vezët e saj që janë në rrezik. Kur Encozi e dallon atë, ajo menjëherë largohet nga folea e saj për ta hutuar atë gjithashtu. Ulërima e zogut e largon atë nga vezët e tyre, por gjithashtu ai heq vëmendjen nga puna e të parit për rrezikun. Tepër vonë, ai sheh bandën rivale ku 20 të fortë janë duke u turrur drejt tij. Ai nxiton drejt strehes në tunel. Por i vetëm ai nuk ka as edhe një mundësi. Dhëmbët e një surikati janë aq të mpret sa një thik, dhe kumshit tregon të pamëshirshëm me viktimat e tyre, dhe është koha e tyre tani që ata të bëjnë sa të mundin. Me kohën, ata humbin interesin. Duke lënë Encozin të vdekur, ata kthehen drejt kufirit. Pa mbështetje që ta fshehin atë, Encozi ka pak shpresa për mbijetesë. Teksa dita vazhdon, sykafja fillon të thërras për partnerin e saj.
Ajo është shumë larg drejt tij dhe thirrjet e saj nuk dëgjohen. Për të pasur mundësi mbijetese, Enzozi duhet të kthehet tek banda e tij, por plagët janë shumë serioze. Mes tij dhe grupit, toka është e hapur. Atje jashtë ai do të ishte jashtëzakonisht i ekspozuar, por shpresa e tij e vetme është të avancojë. Për orët në vazhdim, ai ka vështirësi. Teksa mbrëmja afrohet, ai më në fund çalon drejt tunelit kryesor. Por shpejt, ai do të shfaqet i vetëm. Pastaj, larg në distancë, ai sheh ata, bandën e tij. Të ribashkuar me liderin e tyre, surikatet bëjnë orgji mirëseardhjeje dhe pastrimi. Enzozi dhe Sykafja janë bashkë përsëri. Femra nënshtruese, një figurë e trisht, vëzhgon teksa një grup përkëdhelen së bashku. Ajo nuk do të arrijë kurrë statusin e lartë, por tani për momentin ajo i ka shpëtuar bullizimit. Ndërkohë Sykafja e llastuar, po fillon të rëndohet me të vezgjit e banditit. Duke u vërdallisur nëpër tokat e bandës, ajo është i sigurt që do e vizitojë përsëri bandën Ado, dhe kur ta bëj, ai do ta provojë përsëri dhe me siguri me sukses duke shmangur syrin vigjilent të Enzozit, që në fund të dalë fitimtar.